ndoshta e din se ti di dhe disa gjëra nga jashtë, disa gjëra që ne nuk i shohim dot kurrë ndoshta. Sa djallëzore ishte kjo e qeshura? Dosha të bëj pyetje tjetër. Po, pyetja tjetër ishte kjo. Që, për 20 sekondë. A bën me kartel? Bën me kartel. A keni post, lutem, a keni post? Që. Pip. E Selini t'i kanë ardhur disa sinjale që i thonë që ti e më mirë vetëm. A mendon që do t'i thonë po njësoj dhe për ty? Jo. S'është e njëra situatë. Nuk e di, unë nuk në qasoj me kërkën. A ke lejnë me në njëri si unë? Për energjin. Për energjin, po, mund është me nëse energjit nuk është si dalujshëm. Po kështu si ti. Po, jo, kaq. Unë e kam thënë, energjia jote më pëlqen. Realisht më pëlqen energjia. Jo kemo. Do në që për të Jo, zemra rrosh. Unë nuk jem si kërkosh, pse se unë jem i vërtet. Nëse unë pak fikita, unë kom do si dikush tjetër. Kupton? Edhe unë nuk do si kërkosh. Unë jem vetvetja, ama të sjellë si pe thënë thajt. Thank you. Po mirë. Edhe unë nuk mendoj pak me do pak i vetës se vrehesh. Po, ajo pra ajo është, po. Një gjë Këtu ka njerës që ka pak edhe ndoj për vetës. Si? Ka njerës ka pak që edhe ndoj për vetës. Njërë mundu pak më shqit në ashta shumë angela këto mrena. Po që, di gjegimbo. Për shembull? Sakta. Si thot emra dhe i do i thot kur të vi momenti. Bravo! Bravo! Da i nuk prononcohet me emra tani. Unë shumë i qetë. Se i qetë me që asë nuk fulli, së bëj debate. Se... Edhe një konë, me njerë mas një sekundë, nështë edhe para një sekundë, shumë i rezikot me qetë në një që ke. Pse ka o konë Mini, o konë Gerti, edhe Selini, në minimum. E di pse nuk të shoh ty të rrezikuar unë të kjo? Sepse Faktisht. Një, ti je shumë i lidhur me gjithë shtëpinë, ndërkohë që ajo nuk ka. Po ta vesh ajo nuk ka as diskutime, jo më debate, po nuk ka më as diskutime. Pra, siç po bëjmë ne muhabet tash këtu për shembull, ajo me njëri nuk mendoj që një reel në Instagram të flasim ato që është reale. Një njeri që nuk e shet fare Big Brotherin, as kanalet, as private as i gjohë. Po kur je duke bërë swipe në Instagram, të dalin reels, apo jo. Unë mendoj që ajo nuk ka një reel të vetin në Instagram. Do të thysh vetëm të tjerë? Po të sugjeroj. E di se i hapon ato? Çu. Këtë gjërë, edhe unë po të nga përpish. Po edhe unë pra se kam përpish, se unë ashtu i hap gjithmonë plaq. Të shazloni. E dy, ku ti kam 2 kështu me njërë, të të shklopi qeli letë. Jo, me dhëmë, nuk e kam provu njëherë. Të shazloni. Jo, unë e kam provu. Edhe sa më pëlqen. Pas ke thë gjitha. Ju. I kam kitë. Ani, kur dalish me fasheta. Në të nguj. Që të shme thonë? Mendoj që del të real sa. Nuk ka as një reel që ta shfaqi që është këtu në shtëpi. Përmendoj, e ke pasur kur dalin ato banorë diskutojnë. I know çfarë po thua. Nuk mendoj që e ka. Kjo del në prime, unë në krevet. Që ti ullën në ato shtatë, të unë që e thonë. Dhe prandaj është të rrezikuar. Pastaj, historia me djalin që kishte, 100% ajo gjëja mbajti brenda. Se unë jam shumë e bindur që jashtë 80% e shqiptarëve nuk e duan. Nuk dua informacion për këtë gjë, por jam shumë e bindur që 80% e shqiptarëve nuk e duan, sepse unë e kam parë një program tjetër këtë gjë. O që do më bu me sy që e për shut, po s'gudzej me hama. Pse? Derri. Dhe edhe unë sa haj, po këtu... Suporti i vetëm që qenë në gjithë nominimet e saj, që realisht kanë qenë të fuqishëm dhe unë jam habitur se si ka shpëtuar, ka qenë, kur i kam thënë mes, kam qenë, po për një sekundë, se çiftet gjithmonë kanë ecur. Dhe e kam bajt situata me Kesin deri tani. Por, pa Kesin, Ina kishte dalë që javë 2. Faleminderit. Dhe tashi dalim prapë ke situata jote? Yes. Çiftet kanë gjithmonë kuriozitet. Po unë nuk jem çift. E di, po ti ke shprehur një pëlqim dhe janë gjithmonë njerëz kurioz si do shkojë ke situata. Prandaj nuk të shoh ty të Lëmë shkallë. Pra ke dy arsye pra. Një që je më aktiv dhe njerëzit të kanë parë, qoftë në diskutime, qoftë në debate, qoftë në këto dredhite vogla, kupton? Dhe kam parë dhe një gimbo që ka shpërur pëlqim për një vajzë këtu në shtëpi. Yes. Ke dy gjëra që unë nuk të shoh të rrezikuar, ndërkohë që Ina, dy gjërat që i kishte nuk i ka më. I kishte nuk i ka më. Dhe prandaj e shoh të rrezikuar.
Pra, nëse Krusita deri në momentin që po i thonin gjithë që ti s'ke një situatë, s'ke dalë një prime Kur është dol situata jote në prime me Kristin, unë jam